Belinda Balluku do ta marrë me vete Edi Ramën, kështu deklaroi lideri i opozitës Sali Berisha në konferencën për gazetarët, ku tha se reagimi i kryeministit Rama fill pasi Spaku kërkoi arrestimin e zëvendëses së tij. Dëshmoi se ai po mbron veten përmes Ballukut, pasi paratë e vjedhjeve i kanë ndarë bashk. Berisha tha se Balluku e ka kërcënuar Ramën se do të flas, ndaj ai po bën gjithçka që të mos e lëshoj. Lat kuptoj se ai nuk do t'i heq imunitetin, se nuk do veprohet si rastet tjera, po tani do bëjmë një analizë të thellur për të shpëtuar menderën e tij. Ndaj i them Rams, mos u fshi pas fustanit të Lubi Ballukut, po dil hajdut siç je, turpi i Shqipërisë, turpi i njeriu dhe i njerëzimit. Berisha u ndal tek përgjimet mes Belinda Ballukut dhe Ervis Berberit, që sipas tij faktojnë se autori i vërtet i aferës me tunelin e Llogaras është Edi Rama. Ai theksoi se veç në telefonin e drejtorit të ARSH-s, arrestuar një vit më parë, gjenden qindra video dhe mesazhe komprometuese për kreun e qeverisë. Kur Rama në vetëmbrojtje i kthehet dhe i thot, po ato mesazhet na prishën shumë punë. Cilat mesazhe, i thot Lubie? Mesazhet në telefonin e Ervis Berberit, po tuat janë shumë më keq. Mesazhet tua janë shumë më komprometuese. Ervis Berberi ka vetëm në njërin celular 403 minuta video të gjitha llojeve. Rama u palos se jo vetëm në tunelin e Llogaras, por dhe në tendra tjerë. Autori vërtet është Rama. Lideri demokrat akuzoi më tej kryeministrin se me kundravëndjen ndaj drejtësisë dhe mbrojtjen që po i bën Ballukut, po bën një grush shteti dhe paralajmëroi se do të marrë përgjigjen nga qytetarët në 22 dhjetor. Kjo që po bën Edi Rama mban erë si një lloj grushti shteti, marrë ambisi për e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grush shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do i përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Kurse ky lën të kuptohet se nuk ka ndërmend, do bëj një studim të thelluar tani, si udhëheqësi i reformë drejtësisë. Edhe populli do bëjë një reagim të thelluar, i them unë. Ndaj dhe përballu me popullin. Teksa të premten pritet të mblidhet Këshilli i Imunitetit. Kryedemokrati denoncoi skandalin se si kryetari i Kuvendit Niko Peleshi refuzon t'u jap deputetëve të opozitës provat e Spakut për Belinda Ballukun. Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozitës antar të komisionit të verifikimit mandateve, sepse provat kanë gjëra të lahtarshme, e tregojnë Lubin thjesht një shërbëtore të Edi Ramës. Ky është një akt antikushtetues, antiligjor. Kërkojnë që ta çojnë pas vit të ri. Deputetët e Partisë Demokratike do të kërkojnë mbledhjen në përputhje me kushtetutën, mbledhjen urgjente të parlamentit. Sipas Berishës, Edi Rama është vendosur përballë dy zgjedhjeve të vështira. Do të dorëzoj linden apo belinden. E garantoj se drejtësisë nuk do i shpëtoj njëri. Vetëm disa pyetje. Çfarë qëndrimi ke marrë ndaj dy pengmarrjeve nga bashkëpunëtori yt me ngushtë, Ergyes Agasi, Geron Meçes dhe Daniel Shinës? A ke dieni ti që bashkëshortja juaj ka bërë ndërhyrje direkte në përcaktimin e fituesve të tendrave kunatit vetë në kofshtin tënë privat? I pyetur për takimin e Ervin Salianit në Elbasan dhe zërat se është organizuar nga Suel Çela, Berisha bëri të qartë se për Partinë Demokratike vija e kuqe është bashkëpunimi me krimin. Që një antar i kooptuar i kryesisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të organizojë me Suel Çele kriminalin më të rrezikshëm të Elbasanit takim, kjo është absolutisht e papranueshme dhe kur nuk mund të kaloj. Ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vinë e kuqe dhe ai është përgjegjës për vetë të tij.